Siç e dini, dje ka përfundu procesi zgjedhor. Dëshiroj të falenderoj gjithë votuesit dhe përkrahësit e Partisë Demokratike të Kosovës, po gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pavarësisht se për cilën subjekt politik kanë votu, ka qenë një proces zgjedhor demokratik. Dëshiroj ta falenderoj gjithë strukturën dhe listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. E uroj fituesin, lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti për fitoren. Sigurisht, Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë, i nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vetë, me rujt elektoratin e vetë, pozita i ka edhe përgjegjësi të veta. Kur jem pozitë ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jem prej atyre që iku edhe fshefna mas përgjegjësive. Këto ditë do të kemi takime me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet i marrë në kohë, të analizuara, të peshura mirë, dhe sigurisht nuk vonohna në vendimmarrje. I kemi edhe festat e fund vitit, dëshiroj që gjithë qytetarët e Kosovës t'ju uroj vitin e ri 2026, shëndet, begati për ta dhe për familjet e tyre, dhe pres që shpejt të konstituohen institucionet, venit këtë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund të jemi në opozit me dhe kontributin tonë mëna përgjithësive tona.